Duhet të them qartë dhe thjesht Obiliqi mendjen e paskanda fitore për gjafën tonë. Fitore që në raund të parë. Dashur qytetar të Obiliqit e miq të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është vërtet emocion. Është nder i veçantë të jemi sonte mes jush në këtë sallë, në këtë qytet ujin, në këtë vatër të rëndësishme të Republikës Kosovës, këtë qendër që është zemra energjetike e Republikës sonë, po Obiliqi i Kosovës, Obiliqi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Obiliqi gjavës tuaj, gjafës tonë. Obiliqi është qytet i njerëzve që kanë ditur bëjnë më të mirën për vendin, që kanë sakrifikuar, kanë ditur durojnë e të punojnë. Është qytet i njerëzve që nuk kanë hequr dorë asnjëherë nga shpresa, që nuk janë lodhur asnjëherë nga pritja, që nuk janë dorëzuar kurrë përballë vështirësive. Dhe sot t'jemi mes jush, është nder i madh, është përgjegjësi e madhe, është emocion i veçantë. Kjo është Lidhja Demokratike e Kosovës, kjo është rrugtimi ynë. Prandaj sonte këtu vim me plot bindje dhe përgjegjësi se Obiliqi juaj, Obiliqi ynë ka nevojë për kujdes. Ka nevojë për kujdes më shumë se çdo qytet tjetër në Kosovë. Ky qytet që ka dhënë aq shumë për Kosovën, që është motori energjetik i vendit tonë, ka nevojë për vëmendjen e gjithë Kosovës për këtë qytet. Dhe për këtë arsye, Obiliqi themi meriton qeverisje të mirë, meriton projekte të mëdha, meriton kujdesin më të madh që mund ta ketë një qytet në Kosovë. Për këto arsye, Obiliqi meriton një njeri të madh, meriton një udhëheqës shembull, një kryetar kampion, siç e kemi tashmë. Obiliqi e meriton njeriun tuaj, Obiliqi e meriton gjafën tuaj. Sepse me Xhafer Gashi në krye, Obiliqi ka parë një transformim të jashtëzakonshëm. Ka parë një qeverisje që ka qenë gjatë gjithë kohës pranë qytetarëve të vet, një leadership që ka ditur të marrë vendime të mëdha, një kryetar që ka punuar ditë e natë për qytetarin dhe qytetin e tij. Me Xhafer Gashi në krye janë realizuar projekte konkrete, janë ndërtuar e rinovuar rrugë, janë hapur sheshe e parqe që i kanë lakmi çdo qytet i Kosovës, janë ndërtuar hapësira publike për qytetar, janë ndërtuar e rinovuar shkolla, janë përmirësuar kushte për nxënës e mësues, janë hapur klasa të reja, qerdhe për fëmijë, biblioteka, pra janë bërë investime gjithandej në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë, janë përkrahur mjekët dhe pacientët, janë mbështetur bujqit, është përkujdesur gjafa ekipi i tij për secilën sferë të këtij qyteti fisnik. Prandaj gjafën ne e njohim si kryetar të punës, kryetar të ndershmërisë, kryetar të rezultateve, kryetar kampion. Ai nuk është njeri i fjalëve të thata, nuk është njeri as i propagandës, ai është njeri i punës, është njeri i besës, është njeri i përgjegjësisë. Ai është kryetar që ka ditur të mbajë fjalën, të mbajë besimin e qytetarëve dhe ta çojë përpara qytetin. Prandaj me 12 tetor, qyteti do të thotë Gjafës dhe LDK-s po. Prandaj të dashur qytetar, është detyrë e jona që të sigurojmë vazhdimsi në Obiliq. Është detyra jona që të mos e ndalim ritmin që ka nisur tashmë, të
të mos e kthejmë Obiliqin prapa, që mos humbim kohë e shansë, sepse Obiliqi, ta keni të qartë, është në rrugën e drejtë. Obiliqi është duke u zhvilluar, Obiliqi është duke ngritër, dhe ky riktëm duhet vazhdoj me lidhjen demokratike të Kosovës, shpresën e parë dhe të fundit të Republikës Kosovës. Natyrisht, se në këtë fushat do të dëgjoni dhe shumë fjalë, do të dëgjoni shumë premtime, nga eksperiment që s'mund bajnë as shtëpitë e veta leje më një qytetet tonë. Do të dëgjoni shumë propagandë nga ata që kujtohen për ju, për Obiliqin vetëm fushat, por unë tashmë jam shumë i bindur se Obiliqi e ka krejt të qartë madje që në raundin e parë. Fitore për këtë burr, fitore për këtë ekip, fitore për lidhjen demokratike të Kosovës. Sepse ju e dini mirë kush ka punuar dhe kush jo, ju e dini mirë kush ka qenë këtu çdo ditë me ju dhe kush ka kujtuar për juve vetëm për vota, ju e dini kush është kryetari i punës dhe kush është vërtet kandidati i fjalëve. Gjafa është kryetar i punës, Gjafa është kryetari i ndershmërisë, Gjafa është kryetari i rezultateve. Është njeriu që e njeh këtë qytet, që e njeh secilën familje, që e njeh çdo lagje e çdo fshat. Ai është njeriu që ka dëgjuar hallet e qytetarëve, që ka ndarë me ta vështirësitë e që është gati të marrë mbi supet e veta dhe fatin e 4 viteve të ardhshme. Dhe ne si lidhje demokratike Kosovës jemi shumë krenar me këtë model të qeverisjes sonë. Sepse Obiliqi është shembull i qeverisjes së mirë, i qeverisjes së përgjithshme, i qeverisjes që jep punë e rezultate. Dhe le ta themi sot qartë, Gjafer Gashi nuk është vetë. Pas ti qëndron një ekip i madh, një listë denjë e lidhjes demokratike të Kosovës për kuvendin komunal të Obiliqit dhe juftoj për një duart rokitje të madhe për kandidatët tonë, ta burra e gra që do shënojnë vitoren e 12 tetorit. Janë një listë vërtet më të mirat që lidhja demokratike e Kosovës e ka në nivel vendi. Një listë me njerëz të ndershëm e profesionist, me mësues që edukojnë, me mjek që shërojnë, me inxhinierë që ndërtojnë, me trinë të reja që sjellin energji e ide të reja, me gra e burra që duan këtë qytet me gjithë zemër. Ky është ekipi që garanton se qeverisja e ardhshme do të jetë e mbarë, e fortë, e drejtë, siç e meriton Obiliqi juaj dhe jonë. Dhe në këto ditë të mbetura kam një thirrje, le të mobilizohemi të gjithë. Të ecim derë më derë, lagje më lagje, fshat më fshat, të flasim me çdo familje, të bindim çdo qytetar. Të tregojmë se vota dhe mbështetja për Gjafer Gashin është votë për të ardhmen e tyre dhe Obiliqin. Është votë pra për punë, është votë për zhvillim, është votë për dinitet. Dhe ta kuptoni se lidhja demokratike e Kosovës nuk është vetëm një parti e zakonshme. LDK është historia e vetë Republikës Kosovës. LDK është themeli mbi të cilin është ndërtuar shteti ynë. Është vizioni i Ibrahim Rrugovës për liri, pavarësi, demokraci e integrim, është sakrifica e popullit tonë. LDK është gjaku i dëshmorëve, është mundi i çdo qytetari që ka besuar se Kosova meriton të jetë e lirë, të jetë e pavarur, të jetë e botës demokratike. LDK jeni ju, LDK është e juaja, LDK do të mbetet gjithmonë e juaja. LDK është parti e shtetit, parti e institucioneve, parti e popullit dhe besës. Është partia që nuk e sheh pushtetin si privilegj, por si përgjegjësi. Është partia që nuk mashtron, por punon. Është partia që nuk ndahet nga populli, por gjithmonë ecën në krah të tij. Dhe sot, nga Obiliqi, nga kjo sallë,
japim kushtrimin e madh. LDK është gati të udhëheq me Obelishin, është gati të udhëheq me Prishtinën, është gati të udhëheq me Libjanin, me Fushë Kosovën, me Llapin, krejt Kosova LDK. Obelishi qenë ka gati, ju qenë keni gati, LDK është gati, atëherë për e bëjmë një besatim, nesër një javë, paka shumë këtë kohë, në ora 8:01, le të bëjmë festë në sheshin Obelishit gjithë bashkarisht. Ju faleminderit shumë gjithëve, Zoti ju bekoft. Të nderuar zonja dhe zotëri, ju që me pranin tuaj e keni bërë këtë bim kaq madhështor, ju falenderoj nga zemra që jemi bashkuar për të dhënë porosi të qartë se Obelishi do të vazhdoj të qeverisë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, se Obelishi do të vazhdoj rrugën e sigurt të zhvillimit. Me nder dhe e përgjithësi, me ndere përgjithësi do të vazhdojmë t'ju shërbejmë edhe në 4 vitet e ardhshme. Gjatë këtyre vite ne së bashku ndryshuam pamjen e Obelishit. Kemi krijuar hapësira të përbashkëta, rënuam objekte të vjetra dhe ato i kthymë në parqe dhe sheshe. Ndërtuam shkolla, qerdhe, sallat edukatës fizike, biblioteka, shtëpinë e kulturës, palestër sportive, qendrat mjekësisë familjare, e shumë projekte të tjera. Kemi gjelbruar qytetin dhe kemi ndriçuar tërë territorin e komunës tonë. Zhvillimi ekonomik, promotor i Obelishit, përveç sektorit privat, edhe në zonën industriale, u vendosën 10 biznese me një investim rreth 28 milion, e që krijuan mundësi punësimi për 458 vende pune dhe pritet shumë shpejt që edhe 11 biznese të tjera të fillojnë me punë ku do të gjejmë punë rreth 1160.